tentu me rishkru historinë e Kosovës dhe populli i Kosovës gjithmonë në për histori, diçka që e ka zgju, diçka që e ka qitë në rrugë, diçka që e ka me qenë edhe me udhëheqë rezistenca, ka qenë padrejtësia. Sepse këtë dhembje në padrejtësisë mas shumë të kumë pa të familjet e krerët të UÇK-s, po edhe ata që kanë qenë në Hagë. Dhe nga gjitha dhembjet, duke se dhembja e padrejtësisë është dhembja më e thellë edhe më intenzive të cilët familjet e krerët të UÇK-s e atyre që kanë qenë në Hagë në këto 5 vite e kanë përjetu, po bashkë me ta e kemi përjetu edhe na si popull. Artan, pse është e rëndësishme që kjo protest të jetë qytetare dhe jo politike? Sepse tek e fundit, politika ka vendosur për gjykatën. Po, unë mendoj që është shumë e rëndësi që një protestë e tillë me qenë qytetare, sepse kjo ka disa efekte. Efekti i parë është që për herë të parë e kemi një platformë edhe kemi një marsh i cili i përbashkon krejt elitat e partitë politike dhe popullin e Kosovës. Sepse në këto vitet e fundit, ne si politikanë fatkeqësisht kemi arrit disa më shumë e disa më pak me përqa popullin e Kosovës dhe nesër është një platformë perfekte për mu përbashku. Kjo është një element, si me thonë, si përfaqësor, po shumë i rëndësishëm. Elementi kryesor është që atje nuk po gjykohet historia e një partije politike. Ase PDK-s, ase Vetëvendosjes, ase LDK-s, ase AAK-s, ase partive tjera. Atje po gjykohet shteti Kosovës, i cili 18 vjetë më parë është shpallur, dhe i cili i ka vetëm 18 vjetë dhe atje po mundohet që të krijohet një farë baraspeshe me skrimeve barbare dhe gjenocidit që ka bo Serbia dhe krimeve të pretenduar prej UÇK-s. Prandaj, pjesëmarrja e të gjithve, jo vetëm e partive politike, po dhe të popullit Kosovës. Dhe nesër, një do t'jeni dëshmitar. Unë do dalë me prindë të mi, me babën tim që i ka 85 vjetë. Sepse ai, edhe pse i shtyrë në mosh, ai ka thonë që unë ku me dalë me di që mbes në shesh që të. Nana që ka 78 vjetë ka me dalë. Gruja ime, Teo dhe Rej, dhe unë kam parë sot me komunikim me shumë shok, edhe me që të mi shumica kanë me dalë me familje. Edhe unë mendoj që kjo është mesazh tepër i fortë që e përqojmë edhe të gjykata speciale, për t'ju thënë që ne nuk do të lejojmë që të rishkruhet historia e babës edhe e gjitha zojave që janë sot këtu, që kanë sakrifiku shumë, që na sot me pas një ditë të lirë, një shtet të pavarur dhe sovran, por nuk do të lejojmë që edhe për nipat e mesat të tyre, të cilët nesër do t'jenë shesh, që të kemi një shtet të kriminalizuar, çfarë po tenton ta kriminalizojë gjykata speciale. Akoma edhe sot e kësaj dite, Artan, ka shumë qytetarë të cilët nuk mendojnë si ju që po gjykohet historia, po gjykohet UÇK-ja, por thonë po gjykohen 4 individ. Si ta kuptojmë këtë? Po, unë mendoj që qytetarët kanë qenë shumë të vëmendshëm këto 4-5 vite prej që ka fillu procesi dhe 2 vjetë procesi gjyqësor. Dhe ata që kanë qenë të vëmendshëm, ata që janë interesu ma shumë për të tema, që i takojnë grupë moshave të mija deri të prindë tonë, ata e kanë pa që aty nuk flitet kur për përgjegjësi individuale. Aty flitet thuhet krimet e UÇK-s. Pra UÇK-ja përmendet dhe në aktakuzën kundër krerët të UÇK-s neni 35 flet për një ndërmarrje të përbashkët kriminale, e cila përmend prej shefin shtabit deri te ushtari thjesht, ata e konsiderojnë si ndërmarrje të përbashkët kriminale. Pra edhe këto zojat këto, edhe shumë nëna tjera, e gjyshet e tjera që kanë ndihmuar një ushtar të UÇK-s gjatë luftës, me bukë, me ujë, me strehim, edhe ato janë pjesë e ndërmarrjes së përbashkët kriminale dhe pjesë e kriminalizimit të luftës. Prandaj, unë mendoj që nuk ka më keq kuptim. Ka pas në fillim, por tani nuk ka keq kuptim. Tani të gjithë e kanë parë që atje nuk është fati këtyre zotnive. Sepse